Në lidhje me një video të publikuar në portalin online Jetor Shqef, ku shfaqet një punonjës policie duke qarkulluar me një motomjet pa targa dhe pa vendosur kaskën mbrojtëse, sqarojmë opinionin publik se më njëherë pas publikimit të pamjeve nga sektori i qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore të policisë Vlorë, u kryen verifikimet përkatëse dhe u mor masa administrative ndaj punonjësit në fjalë. Ndaj drejtuesit të motomjetit, me detyrë punonjës policie pranë komisariatit të policisë Vlorë, u vendos masa administrative me vlerën 30.000 lekë të reja për shkelje të dispozitave të kodit rrugor, që lidhen me mospërdorimin e kaskës mbrojtëse, qarkullimin me mjet pa targë metalike dhe mungesën e dokumentit të mjetit. Drejtoria vendore e policisë Vlorë siguron opinioni publik se shkeljet të tilla trajtohen me seriozitet dhe në përputhje të plotë me kuadrin ligjor, pa asnjë përjashtim apo tolerancë. Falenderojmë median dhe qytetarët për bashkëpunimin dhe i ftojmë të vijojnë të denoncojnë çdo rast abuzimi apo shkeljeje që cënon rendin dhe sigurinë përmes numrit pa pagesë 112.